Bashkimi Evropian e mbajti të bllokuar Kosovën me sanksione gati 3 vjet. Ato i hoqën në tërësi tek të martën në 17 marsit, 3 ditë pasi qeveria bëri një farë ujdie me Unionin dhe përfaqësuesit e serbëve për ligjin për të huajt. Nuk u tha nëse heqja e masave ishte shpërblim për qeverinë dhe Albin Kurtin, por sipas një përgjigje që Komisioni Evropian ja dha Kosovapresit, vendi pritet të përfitojë rreth 205 milion euro. Këto para, në fakt do të duhej t'i merrte Kosova edhe më herët, si pjesë e planit të rritjes me të cilën vendet i bien hise diku mbi 800 milion. Por, ato nuk u dhanë më herët, për shkak të një vendimin të njëanshëm të qeverisë së Republikës së Kosovës në maj të vitit 2023, që kulmoi me hyrjen e kryetarëve shqiptar në objektet zyrtare në 4 komunat në veri. Ata kishin fituar zgjedhjet javë më parë, me vota minimale, për shkak të bojkotimit që atyre votime u bën serbët lokal. Për shtensionimin e situatës në veri, me qëllim edhe të largimit të masave, u arrit një pajtim në Bratislavë për reduktim të pranisë së policisë së Kosovës në atë pjesë dhe organizim të zgjedhjeve të reja lokale. Qeveria e Kosovës publikisht e tregon gatishmërinë e saj për të kontribuar në deeskalimin e situatës dhe mos ndërmarrjen e veprimeve që mund të eskalojnë situatën në veriun e vendit. Kjo përfshin një zvogëlim të menjëhershëm për 25% të prezencës policore në dhe rreth ndërtesave komunale. Kishte shkruar Bislimi pas takimit me atëherë kryenegociatorin në dialog Miroslav Lajçak në kryeqytetin slovak. Sankcionimi i Kosovës me masa nga BE-ja bëri që Kurti të marrë kritika të shumta në vend dhe jashtë tij. Opozita thoshte se Kosova pas Rusisë është i vetmi vend në Evropë që ndëshkohet nga Brukseli. Pra një situatë kur Kosova është sankcionuar pikërisht nga mbështetësit kryesor të lirisë, pavarësisë dhe demokracisë sonë, ne do të vazhdojmë me punë të ardhmen edhe me sektor tjerë, me sektor privat, me shoqërinë përgjithësi. Pavarësisht kësaj, Kurti nuk çoi pe, por as nuk rreshti së kërkuarit që BE-ja ta anuloj vendimin e saj. Ato ishin të padrejta që në ditën e parë, sepse së pari institucionet e Republikës Kosovës nuk ishin shkaktare të eskalimit të situatës në 4 komunat në veri të vendit tonë dhe së dyti sepse deeskalimi i situatës ishte pikërisht merit e institucioneve të Republikës së Kosovës. Në retrospektiv, çdo kompromis ndaj sundimit të ligjit do të ishte fatal për Republikën e Kosovës. Situata e qetë, lëvizja e lirshme dhe funksionimi i institucioneve të shtetit në veriun e Kosovës është pikërisht sepse ka triumfuar sundimi i ligjit dhe rendi publik. BE nuk ndëgjoi Kurtin 3 vjet deri më 17 mars. Këtë ditë u dha lajmi se masat hiqen në plotni. Kjo nuk kupton që vendi menjëherë përfiton nga BE-ja, ndërsa nga Unioni Evropian thanë për Kosovapres se ka nisur procedurat për lirimin e 205 milion euro për Kosovën. Pas përfundimit të procedurave të brendshme, konfirmojmë se Komisioni tani mund të procedojë me lirimin e shumës së mbetur prej 205 milion eurosh të ndihmës financiare. Lirimi i ardhshëm përfundimtar i fondeve do të përfshijë 74 milion euro për projekte në kuadër të programeve vjetore IPA 2021 dhe 2022, si dhe 131 milion euro për projekte në kuadër të kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Largimi i masave ndëshkuese kthen Kosovën në një momentum të favërshëm sipas njohuesit të integrimeve evropiane Gazmend Çoraj. Po shikoni, është një vendim edhe një lajm pozitiv, mendoj, i shumë pritur, sepse ato fondet dhe këto shumat financiare kanë qenë të koordinuar, të planifikuar për Kosovën, sepse kryesisht flitet për fondet e IPA-s, instrumentit për antarësimit, të cilat janë të planifikuar në periudhën 2021-2027, domethënë IPA 3, por ka edhe programe të tjera normal që të akordohen ose Kosova mund të përfitojë prej tyre, dhe unë mendoj që patjetër që është një lajm i mirë dhe është një lëvizje përpara, domethënë sepse kjo mund të ketë reflektime edhe politike në aspekte pozitive, përveç aspektit financiar, sepse mendoj që Bashkimi Evropian tash e ka një çështje pak më ndryshe, domethënë me heqjen e këtyre masave financiare. Heqja e masave u përshëndet edhe nga presidentja Vjosa Osmani.